cila është lidhja mes muajit të Ramazanit edhe shpalljes së Kuranit? Shiko, të flasëm brenda një muaj. E kupton? Brenda një muaj, 30 ditë. Mëngjes, mbrëmje, gjithmonë është e pamundshme të përmendim të mira që i ka ky muaj. Dikush me të drejtë mund të pyet. Po pse gjithë këto begati ky muaj? Pse kaq madhështor është ky muaj? Pse ky muaj të jetë i dalluar nga muajt e tjerë? Absolut, përgjigjja më e mirë, më e shkurtër dhe më e qartë për çdo kënd që na ndjek do të ishte sepse është muaj ose më mirë me thënë, është ditëlindja e Kuranit. Me fjalorin e kohës në cilën jemi duke jetuar. Për shkakun se Zoti i Madh përcaktoi që Kurani të zbret pikërisht brenda këtij muaji. Zoti i Madh urdhëroi që Kurani të filloj të zbret brenda këtij muaji. Gjegjesisht në një natë e cila është e fshehur brenda muajit të bekuar të Ramazanit, e që është nata e Kadrit, e që është më e vlefshme, jo barazi sa 1000 muaj, por e tejkalon për nga vlefshmëria edhe 1000 muaj. E kjo natë gjendet pikërisht brenda muajit të bekuar të Ramazanit, pra nata e Kadrit, nata në cilën ka filluar zbritja e Kuranit. Dhe lidhshmëria e Kuranit me Ramazanin dhe me besimtarin, sepse ne dëgjojmë shumë brenda këtij muajit. Ramazani është muaj i ndryshimit, i ndryshimeve të mëdha, i arritjeve të mëdha. Nuk do të arri për të ndryshuar në ndonjë aspekt tjetër më mirë besimtari se sa të përcaktohet që jetën e tij ta ndërtojë me librin e Zotit. Meqense kaq madhështor e bën Kurani këtë muaj, imagjino. Pejgamberi i Allahut, këtë shumë dëshirë kam që ta kap çdo kush nga ndjekësit tanë të këtij programi. A më dëgjon? Faleminderit. Ju drejtojmë çdo kujt pikërisht me fjalët, a më dëgjon? Vëlla dhe ti motër. Pejgamberi i Allahut është pejgamberi i fundit dhe më i dalluar nga të gjithë pejgamberët e tjerë për shumë arsye. Por arsyeja kryesore është se edhe ajo që e dalloi nga pejgamberët e tjerë është se këtij ka zbritur Kurani, pejgamberit alayhis salam. Për shkakun se Kurani ka zbritur pikërisht në muajin e Ramazanit, Allahu Gjelle Gjelalu këtë muaj e dalloi dhe e bëri më të mirin nga të gjithë muajt e tjerë. Përsëri, Kurani është ajo që këtë muaj e ngriti dhe e veçoi, e bëri më të mirë nga të gjithë muajt e tjerë. Pa haruar, Muhammedin alayhis salam e dalloi Kurani pse i zbriti. Këtë muaj e veçoi zbritja e Kuranit. Nata e Kadrit është nata absolut më e mira pse zbriti Kurani. Dhe am dëgjon, vëllau jem dhe motra që janë duke na ndjekur, nëse dëshiron të jesh më i veçuari, të jesh më i miri, të jesh më i dalluari, të jesh më i lumturi, të jesh më i suksesshëm, të jesh nga ata që do të kenë përfundim të mirë, të dallohesh në ditën kur dalën para Zotit, të jesh prej banorëve të xhenetit. Veçohu me Kur'an. Dhe le të jetë ky muaj i lidhjes së fuqishme me librin e Zotit. Se për Zotin e Madh nuk ekziston një mundësi tjetër që njeriu të arrijë sukses të madh në dunjë përveç se të ketë një lidhje me Kur'anin deri në atë pikë sa që me çfarë do lloj problemi të ballafaqohet, me çfarë do lloj pengese të has në jetën e tij,
t'i kthehet Kur'anit dhe do të vërej se nuk ka zgjidhje më të mirë, por jo vetëm. Kur do ta kërkoj zgjidhjen në Kur'an, do të arrit deri në atë pikë se që do të ngelet gojën hapur dhe do të thot ka dalë. A për mu ka zbritur kjo fjalë. Ashtu ka jo rastësisht, është mrekulli, është mucize, ashtu siç quhen në term islam, Kur'ani për të dërguarin e Zotit. Allahu thot, nëse keni dyshime, nuk e besoni këtë libër, urdhëroni, bëjeni ju një ajet të tillë, me thënë se që ka zbrit Allahu dhul xhelal, por është e pamundshme. Prandaj kjo në pikat të shkurtra është lidhshmëria e Kur'anit me Ramazanin. Tani kur po të dëgjoj, edhe i them vetes që jam shumë e fatë që ne kemi lindur dhe po rritemi, po zhvillohemi, po rrisim fëmijë musliman. Alhamdulillah, s'ka nimet më të madh. Për Zotin s'ka mirësi më të madhe. Në momentin kur fillojmë të numërojmë të mirat, kjo mirësi, e të gjitha në rregull. Është mrekulli. Asnjë mirësi nga të mirat e kësaj dunjaje nuk do të arrijë të shijojë njeriu nëse mungon Islami. Islami është si mirësia, për shembull, e ke një dhomë të mbushur me begati. Ka çfarë s'ka brenda. Çdo gjë që e kërkon, e ke brenda. S'ke mundësi të arrish deri tek ato nëse nuk e ke çelsin për të hap derën atyre mirësive. E çelsi i mirësive të dunjas është pikërisht fjala e Zotit, është pikërisht Islami. Andaj elhamdulillah që jemi të tillë dhe dash Zoti vëllau jem që si të tillë të jetojmë gjithë jetën tonë dhe të adorojmë shpirtin e Zotit si musliman. Amin.